Një ditë pas hapjes së procedurës ndaj gjykatësit nga Gjykata e Apelit, Gjoko Ristov për përvetësim dhe fshehje të paligjshme të pronës, gjegjesisht 350.000 eurove në mur të shtëpisë në Negotin, nga Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, akoma nuk informojnë për opinionin nëse gjykatësi i dyshuar është privuar nga liria dhe nëse do të kërkohen masa për sigurimin e të dyshuarit. Nëse Prokuroria kërkon një mas paraburgimi, Këshilli Gjyqësor do të duhet të mblidhet, sepse vetëm ai mund t'i heqë imunitetin. Për një vendim të tillë do të nevojiten 7 nga 13 vota, sepse nga 15 antar sa numëron Këshilli, vetëm 13 kanë të drejtë vote. Prokurori publik po vazhdon me veprimet, ndërsa duke i vlerësuar të gjitha rrethanat, do të vendosë sa i përket masës për të siguruar praninë e të dyshuarit, për të cilat publiku do të informohet me kohë, thon nga prokuroria. Sipas ligjit për Këshillin Gjyqësor, procedura për heqjen e imunitetit kryhet brenda 24 orëve nga kërkesa e paraqitur për një vepër penale, për të cilën parashikohet dënim maksimal me burg prej 5 vjetësh. Nga prokuroria theksojnë se nëse bëhet fjalë për vazhdim të hetimit nga 14 dhjetori, në të cilin një ish prokuror shtetëror dhe avokat, Fehmi Stafa, dyshoi se kishte marrë një ryshfet prej 50.000 eurosh që e mori nga motra e Ljupço Pecovit për rastin Zinxhir, me qëllim që të ndikonte tek Gjykata e Apelit që ai mos të shkojë në burg, pas të cilit Pecovi u dorëzua dhe u vu në arrest shtëpiak. Sipas prokurorisë, bëhet fjalë për hetimin më të gjerë për shkak të dyshimit për korrupsion të nivelit të lartë.